serbët me përjashtuan nga vendi punës në klinikën e ortopedisë, kom qenë ortopedi i parë që jam përjashtuar nga puna, për një ditë me të ndjerin profesorin Bujar Bukoshi. Jam përjashtu për shkak se nuk ju kam nënshtuar masave dhunshme, sepse ne shqiptarët e banim listën e kujdestarive dhe kujdestarën me listë të shqiptarëve, masat e dhunshme kërkonin që ne të zbatojmë urdhrat e tyre. Kjo është vetëm një moment, sepse aty ka pas edhe momente paraprake, sepse nuk kem leju keqpërdorime gjatë punës përditshme që i është bë pacientëve shqiptar. Pastaj kam punuar edhe në ambulancën humanitare në Nana Terezë me vite të tëra, po ndërkohë kam konkurruar në qeverinë zvistrane për një bursë nga shteti zviceran, të cilën për fat mirë kam fituar, bursën AO quhet, Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese, është një shoqat e qeverisë zvicerane e cila finanson kuadrën nga vendet ndryshëm për edukim të vazhdueshëm, dhe këte kam fituar dhe në vitin 1991 kam qëndruar në Gjenevë, në spitalin kantonal universitar. Dhe ajo më ka ndihmuar shumë në ngritjen e matejme në aspektin profesional. Në vitin 1994 kam qenë po ashtu në Zvicër, në Lozan, në SHYV, është qendra spitalore universitare në Lozan, një nga qendrat më të njohura botërore, dhe mund t'ju them që përveç përfitimeve të mëdha në aspektin shkencor gjatë shkollimit në Zagreb, një ekstra shkollim në Zvicër e ka ngrit edhe më tepër nivelin tim shkencor dhe në kuptimin e përfitimit të shkatësive në realizimin e ndërhyrjeve të ndryshme ortopedike dhe traumatologjike. Pasi që u hap fakulteti i mjekësisë në rrethanat, siç e dini, për shtëpi, jam kthyer nga Zvicra dhe kam filluar aty fillimisht si asistent, pastaj pas mbarimit të doktoraturës, ku një pjesë e kam kryer në Gjenevë dhe një pjesë në Prishtinë, dhe i kam pas dy mentor shumë të njohur, në Prishtinë profesor Agron Pustinën, kurse në Gjenevë profesor Andre Kelin, një nga emrat më të mëdhenj të ortopedisë botërore. Dhe pas kryerjes së doktoraturës jam zgjedh profesor në Fakultetin e Mjekësisë, ku kam marrë pjesë në mësimdhënie në kushtet derisa është liruar vendi. Mirë po gjatë periudhës sa ishim në shtëpi, filloi edhe lufta. Erdhen momentet kur doli në shesh haptazi UÇK-ja dhe filluan organizimet për mbrojtjen e vendit. Ma në fund për kundërvënies në mënyrë aktive të popullit shqiptar, armikut serb, i cili na kishte zhvesh nga qeverisja e Kosovës, na i kishte mbyll shkollat, dhe mund të them se një kontribut të madh në shërbimin shëndetësor gjatë luftës në Kosovë ka dhënë edhe katedra e kirurgjisë dhe ortopedisë, ka qenë një katedër e përbashkët dhe në kryet e saj në atë kohë ka qenë profesori i njohur, profesor Riza Binishi, i cili ka punuar shumë në organizimin e shërbimit shëndetësor në zonat të luftës, duke bërë orare. Kështu që ne në atë mënyrë kemi funksionuar, dhe më thonë, aty kanë marrë pjesë shumica e kirurgëve. Këtu mund t'i përmendin Abdul Krasniqi, pastaj Mehmet Maxhuni, Dalip Limani, Sali Krasniqi, Imer Aliu. Lista është e gjatë, mund të harroj ndonjë, por
e tërë katedra ka qenë e kyçën, edhe ortopedet po ashtu. Unë kam qenë ma aktiv për shkak se unë isha i përjashtuar dhe kisha kohë ma shumë, edhe punoja edhe në ambulancën në Nateresë. Po mund të them se janë përgjegjë se cili, po në mënyrë të ndryshme. Domethënë tash disa kanë punuar në spital, në ortopedi, por puna aty në spital shtetëror të atëhershëm, neve që ishim jashtë dhe ne që kishim në përdor shumë pacient, bënim triazhimin dhe pacientë që ishin gjinjisë femërore, që ishin fëmijë, ne ju dërgojshim kolegëve tanë në spitalin shtetëror. Ndërsa pacientë që ishin, domethënë, ushtarë të UÇK-s që kishte rrezik mosha atyre që t'i burgosnin policia dhe ushtria serbe, ata i trajtonim ne në zonat e luftës. Mund t'ju them se organizimi i shërbimit shëndetësor në luftë është një sfidë edhe për vendet më të zhvilluara. Ju përshini sot lufta në Ukrainë, sa është një luftë shumë problematike që bëhet edhe me armë shumë më të sofistikuara, gjë që shkakton edhe lëndime më të rënda. Por edhe në atë kohë, lufta ishte e pabarabartë. Serbë dispononin me armë të kalibrit të lartë, me armë eksplozive, të cilat i hedhin nga distanca, edhe ushtarët tanë dhe civilt pësonin lëndime të shkallës 4, të hapura, me defekt kockor, me defekt tinëve të buta, të cilat kërkonin edhe njohuri, edhe shkatësi, sepse fatmirësisht ne ishim niveli më i lartë i shërbimit shëndetësor në atë kohë, domethënë katedra e ortopedisë, kirurgjisë dhe ortopedisë. Aty ishin kuadrët, mund të them se gati 100% shkolluar në Zagreb, dikush edhe më lartë. Dhe niveli i njohurive ishte mjaft i lartë, mirë po rrethonat ishin shumë kufizuese, na mungonin mjetet. Kemi pas mbështetjen nga popullata, është një moment kyç se ushtrin shërimtarët të Kosovës s'mund ta paramendojmë pa mbështetjen nga popullata. Kush mi ushqy ata, kush mi pastru, kush mi ndajt gati me gjitha gjona. Ne e dim se shërbimi intendant në ushtri kërkon sfida. Po një nga sfidat është edhe shërbimi shëndetësor. Në atë kohë ne vuanim nga mungesa e pajisjeve, neve na duhej rengeni, na duhej pajisjet për anestezion, aparati anestezionit, na duhen ilaçet, na duheshin. Konkretisht, sa i takon pajisjeve nga ortopedia, mund t'ju them se fati i mirë ka qenë që unë gjatë qëndrimit në Zvicër, në Gjenevë, në Lausanne, në momentin kër jam kthy, gjithmonë jam kthy nga 3 pakoja me instrumentet që ata mi kanë dhënë për spitalin e Prishtinës. Dhe ato unë një pjesë i kom rujt, një pjesë i kom qenë në Anterez, dhe ato na kanë shërby pastaj për trajtimin e të plagosurve ortopedik.